Theksimi i qartë dhe i dukshëm i Biblës. Tani, disa prej jush mund të thonë, po, mendoj se kjo është pak e rëndë. Mendoj se nuk është tamam kështu. Në rregull, mund të flasim për këtë. Në fakt jam gati të bashkëbisedoj për këtë. Ajo gjë të cilën nuk jam me të vërtet gati ta lë më njan, është ajo që do të bëj tani. Kjo nga që pyetja ime e dytë është, cili është theksimi i qartë dhe i dukshëm i Biblës për këtë çështje? Këtu mund të flasim me një siguri dhe forcë absolute. Kur Pali u shkruan Korintasve, siç edhe e lexuam, ai vendos që kjo është e një rëndësie parsore, se Krishti vdiq për mëkatet tona, sipas shkrimeve. Tani shpresoj që të keni Biblat tuaja, pasi dua që t'i hapim dhe të siguroheni që ajo që po them është me të vërtetë në Bibël. Zoti pas mëshirë për të gjithë ju që keni ardhur pa Bibël në një konferencë për Biblën. Ju nxit që të blini një Bibël deri nesër. Duhet të tregohemi për zgjedhës. Nuk mund t'i prekim të gjitha. Le të fillojmë te Luka 24. E dini historinë te Luka 24? Ajo vjen pas ringjalljes së Zotit Jezus. Dy burra po ecnin rrugës krejtësisht të zhgënjyer dhe të mërzitur si rezultati i faktit që, me aq sa dinin ata, historia e shpëtimit kishte marrë fund në një rrugë pa krye, në një varr në Palestinë. Ndërsa ata po ecnin, për krah tyre vjen Krishti vet, por ata ishin penguar për të mos e njohur atë. Dhe gjatë diskutimit lexojmë nga vargu 25. Atëherë ai u tha atyre: "Të pament dhe të ngathët në zemër për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët. A nuk duhej që Krishti të vuajë dhe të hyjë në lavdinë e tij?" Dhe duke zënë fill nga Mojsiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha shkrimet gjërat që i takonin atij. Luka 24, 25, 27. Nëse e hidhni vështrimin te vargu 44, në këtë shfaqje tjetër përpara dishepujve të tij, ai u tha atyre: "Këto janë fjalët që unë ju thosha kur isha ende me ju, se duhet të përmbushen të gjitha që janë shkruar lidhur me mua në ligjin e Mojsiut, në profetët dhe në psalmet." Atëherë u hapi mendjen që t'i kuptonin shkrimet dhe u tha atyre: "Sepse kështu është shkruar dhe kështu duhet të vuante Krishti dhe të ngjallej prej së vdekurish ditën e tretë, dhe të predikohej në emrin e tij pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjitha kombet." Luka 24, 44-47. Nëse ka një predikim të vetëm, të cilin do të kënaqeshim së dëgjuari, sigurisht që do të kishte qenë ky. Sikur të kishim pasur privilegjin për të qëndruar atje, ose për të ulur dhe për ta dëgjuar vetë Krishtin duke shtjelluar temën Krishti në të gjitha shkrimet. Sikur ta shihnim se si vetë Krishti i udhëhoqi këta dishepuj përmes Biblës dhe nxori në pah dimensionet krejtësisht thelbësore të kryqit, siç u shfaq ai, përmes pashkës, gjarprit prej bronzi dhe në shumë vende të tjera. Ku shkoi ai? U kujtoi atyre fjalët e tij nga kryqi, 3 prej të cilave vinin nga psalmet? U kthye vallë te psalmi 22, ndërsa përsëriti deklaratën e tij: Perëndia im, pse më ke braktisur? Mos vallu kujtoi atyre psalmin 69 me deklaratën kametje dhe t'ua shpjegonte atë? Mos valli çoi te psalmi 31 dhe t'u shpjegonte si dhe pse zgjodhi që t'i thoshte fjalët: "Në duart e tua unë besoj frymën time"? A mendoni se kaloi përmes profetëve dhe nuk ndaloi te Isaia 53 për t'u angulitur në mendje një herë mirë këtyre burrave të dashur, të pamësuar dhe skeptik, vendin absolutisht qendror të vdekjes së tij, të vuajtjeve dhe të kryqit të tij? Ai u kujtoi atyre se thjesht po bënte sërish atë që u kishte bërë atyre dhe për ta kur kishte qenë me ta. Këto janë fjalët që unë ju thosha kur isha ende me ju. Por ata nuk ishin shumë të shpejtë për t'i kuptuar. Le të kthehemi te Ungjilli sipas Markut, kapitulli 8. Jezus i thot: "Këto janë fjalët që unë ju thosha kur isha ende me ju." Mendja e tyre do të ishte kthyer pas në kohë. Te Marku 8, 31-32, pasi kishte ushqyer 4000 veta, thuhet: "Pastaj nisi t'u mësoj atyre se Birit të Njeriut i duhet të vuajë shumë gjëra, të hidhet poshtë nga pleqt, nga kryepriftrinjt dhe nga skribët, dhe të vritet dhe pas 3 ditësh të ringjallet." Dhe ai e tha këtë fjalë haptas. Pastaj shihni këtë. Atëherë Pietri e mori më njan dhe filloi ta qortoi. Nëse mund ta themi këtë, me droj, vetë Krishti nuk mund t'u anguliste në mendje këtyre dishepujve që vdekja e tij ishte qendrore për gjithë këtë çështje. Ai kthehet kësaj te Marku 9:31 dhe thotë të njëjtën gjë, sepse ai mësonte dishepujt e vet dhe u thoshte atyre: "Biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve dhe do ta vrasin, dhe si të vritet, ai do të ringjallet ditën e tretë." Vini re sërish te vargu 32. Por ata nuk i kuptonin këto fjalë dhe kishin frikë ta pyesnin. Marku 10:32.
Ata ishin në udhëtim për të ngjitur në Jerusalem dhe Jezusi u paraprinte. Dhe ata ishin të shtangur dhe e ndiqnin me druajtje. Kjo po që bëhet predikim. Sidomos ato dy fjalë, druajtje dhe të shtangur. Të gjithë ju predikues duhet i mbani shënim ato fjalë. Dishepuj të shtangur dhe individ të druajtur. Ky është fillimi i mbar dhe ai i mblodhi përsëri të 12-tët dhe nisi t'u thotë çfarë do t'i ndodhte. Burra, do t'ju a them sërish, kjo është hera e tretë. Ja, ne po ngjitemi në Jerusalem. Po Zot, e kuptuam. Po, por dëgjoni. Biri i njeriut do të tradhtohet dhe do të dorëzohet kryepriftërinjve dhe skribëve, dhe ata do ta dënojnë me vdekje dhe do ta dorëzojnë në duar të paganëve, të cilët do ta tallin, do ta fshikullojnë, do ta pështyjnë dhe do ta vrasin, por ditën e tretë do të ringjallët. Si shpjegohet që edhe pas varrit bosh, dishepujt nuk mund ta besonin dot atë që po u thoshin gratë? Në atë mëngjes të ringjalljes, ata u thanë grave: "E dini çfarë? Ju jeni të shmendur." Si shpjegohet kjo? Pavarësisht se Jezusi foli gjithmonë për vdekjen dhe ringjalljen e tij si dy gjëra të lidhura ngushtë, dishepujt e kishin mbyllur mendjen e tyre ndaj pritjes së frikshme të vdekjes së tij. Në mendimet e tyre nuk kishte pasur as pak vend për realitetin e ringjalljes së tij. Këto dy gjëra ishin të ndërthurura njëra me tjetrën. Ata nuk mund të mendonin dot për mundësinë e një fundi mizor dhe, duke qenë se i kishin qëndruar larg një mendimi të tillë, nuk mund të mendonin dot as për mundësinë e ringjalljes. Tani, kur kalojmë përmes ungjive, dhe kaq do të bëjmë këtë herë, shohim se muaji i fundit i jetës së Zotit Jezus u karakterizuar nga një përpjekje e qëllimshme për t'i mësuar dishepujt e tij në lidhje me vdekjen e tij. Kur i lexoni ungjit, bëhet përsosmërisht e qartë që vdekjes së Krishtit, kryqit të Krishtit, si dhe domethënies së tij, u kushtohet një kohë shumë e madhe në tregimet e ungjillit. Është shumë e qartë që, në secilin rast, autori nuk kishte si qëllim që thjesht të shkruante një biografi të Zotit Jezus, por gjithçka në ungji është përfshirë për të na çuar te kulmi i vet kryqit. Për shembull, ja pse kur lexoni tek ungjilli sipas Gjonit, që nga fillimi përballeni me idenë se ora e tij nuk ka ardhur, madje që të ndodhia në Kan të Galiles. Ju e dini se nëna e tij erdhi tek ai dhe i tha: "Na mbaroi vera, dhe kjo është e domosdoshme që festa dhe dasmat të vazhdojnë." Dhe Jezusi u kthye nga nëna e tij dhe i tha: "Nën, ora ime s'ka ardhur ende." Një deklaratë shumë enigmatike në atë çast. Dhe ky vazhdon të jetë fokusi shpalosës i ungjillit sipas Gjonit. Derisa më në fund shohim se Krishti thot: "O atë, kam arritur në këtë orë dhe kam ardhur për këtë orë, prandaj e kuptoj përsosmërisht." Në një çast në kohë, kemi shprehjen e beslidhjes së madhe të shpengimit, e cila u bë që nga përjetësia, kur Ati, biri dhe fryma vendosën në kontekstin e ndërsjellësisë dhe barazisë së tyre se si do të shpalosej në kohë dhe në përjetimin historik ky plan i shpengimit. Ja pse kur i lexojmë këto regjistrime të ungjillit, her pas here e gjejmë veten ballë për ballë me këtë theksim. Stoti, i cili është shumë i aftë për këto përshkrime të shkurtra me dy rreshta, e thot kështu: "Ajo që mbizotëroi në mendjen e Krishtit nuk ishte të jetuarit e jetës së tij, por dhënia e jetës së tij." Kjo është arsyeja pse i gjithë fokusi mbi mishërimin e shkëputur nga shlyerja, gjë e cila i jep domethënie mishërimit, është një shteg anësor seriozisht i gabuar. Çfarë po bëj tani? Po bëj thjesht atë që më kanë kërkuar. Cili është vendi i kryqit? Cili është vendi qendror i kryqit? E po, kryqi është qendror. Kur shkoni te libri i veprave të apostujve, çfarë zbuloni atje? Apostujt dolën në rrugë. Për çfarë po flisnin ata? Ju e kryqëzuat këtë Jezus dhe Perëndia e ringjalli prej së vdekurish. Ndërsa lexonin nga fillimi deri në fund të veprave të apostujve, ka afërsisht 14 raste në të cilat kryqi predikohet drejt për drejt dhe qartë. Në të vërtetë është e pamundur ta kuptosh shpalosjen dhe formimin e teologjisë dhe të shprehjeve të saj nga këta burra në rrugët e botës në zhvillim, pa marrë parasysh theksimin e tyre për vendin qendror të kryqit. Ja pse në shpalljen hyrëse në fillim të adhurimit lexuam atë që thot Pali te letra e Korintasve: "Ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar." Kur u shkruan Galatasve, ai u kujton atyre atë që ndodhi kur kisha u themeluar në luginën e Galatis. Ai u thot: "Para syve tuaj Jezu Krishti u përshkruaj kryqëzuar midis jush." Fjala që përdoret atje është fjala për afishua. Ai thot: "U afishua." Pra në të njëjtën mënyrë si reklamat e mëdha të afishuara anës autostradës, të cilat ju ftojnë të shkoni diku apo të blini diçka. Gjithçka është afishuar që ta shohin të gjithë. Kjo është pikërisht fjala që përdor Pali. Ai thot:
Kur erdha në Galaci, e afishova mesazhin e Krishtit të kryqëzuar që ta shihnin të gjithë. Me qëra fjala, folja është në formën përcjellore pohore, jo veprore, në kohën e shkuar, e cila flet për domethënien e vazhdueshme të një flijimi që është bërë një herë për gjithmonë. Ky theksim ishte qendror për mbjelljen e kishës në Galaci. Ishte absolutisht thelbësore që këta besimtar Galatas të ktheheshin sërish te ky theksim qendror, i cili vazhdon të jetë faktori i qëndrueshëm dhe domethënës në zemër të gjithë krishterimit të vërtet dhe biblik. Kur lexoni letrat, kryqi është qendror. Te letra e parë e Pjetrit, kryqi përmendet gjatë gjithë kohës. Për çfarë bën fjalë letra e hebrejve? Pa pasur parasysh vendin qendror të kryqit, ju nuk mund ta kuptoni dot atë letër dhe as shumicën e librave të Dhjatës së Vjetër dhe të Dhjatës së Re. Te Hebrejve 9:26 thuhet: por tani, vetëm një herë, në fund të shekujve, Krishti u shfaq për të prishur mëkatin me anë të flijimit të vetvetes. Pse u shfaq ai? Pse u shfaq në kohë? Jo thjesht për të na treguar se çfarë është dashuria. Jo thjesht për të qenë një njeri i mirë dhe për të jetuar si një shembull. Jo thjesht për të nxitur interesin tonë në lidhje me barazinë. Ai u shfaq, u mishërua vetëm një herë në fund të shekujve, për të prishur mëkatin me anë të flijimit të vetvetes. Po kur arrini te libri i zbulesës, çfarë zbuloni atje? Turma e madhe shpëtohet me anë të gjakut të qengjit. Zbulesa 7:10. Shpëtimi është i Perëndis ton që është ulur mbi fron dhe i qengjit. Samuel Rutherfordi ishte shok me një predikues presbiterian të quajtur Kozin. Ai kënaqej me shoqërinë e Zotit dhe zonjës Kozin. Emri i saj ishte Anne. Ajo mori kujtimet e Rutherfordit dhe shkroi një poem e cila ishte shumë e gjatë, se kështu bënin në ato kohëra. Mendoj se poema ishte diku te 46 vargje. Më pas, ato u kthyen në një himn me 6 vargje, i cili fillon me fjalët rërat e kohës po fundosen dhe agimi i qiellit po afron. Disa prej jush mund ta njohin këtë himn. Theksimi i madh i ndjenjave të Rutherfordit ishte që qengji është e gjithë lavdia në tokën e Emanuelit. E kam të vështirë për ta kujtuar tani, por mendoj se thot kështu. Nusja nuk sheh petkat e saj, por fytyrën e dhëndrit të saj të dashur. Nuk do të sodit lavdin, por mbretin tim të hirit. Jo kurorën që do të më jap, por dorën e tij me gosht të shpuar, sepse qengji vet është gjithë lavdia në tokën e Emanuelit të bekuar. Kjo është gjëja marramendëse. Pavarësisht nga gjithë krishterimi ynë horizontal i shekullit të 20 që e lë mënjan, e banalizon dhe e trajton në mënyrë shumë sentimentale vendin absolutisht qendror të kryqit, ne do ta kalojmë përjetësinë duke e përlëvduar qengjin që u therr. Prandaj, unë vetë jam i gëzuar që më jepet mundësia ta përsëris këtë të vërtetë të njohur, që të mos na kapi dyshimi në lidhje me të. Tani, më lejoni të them diçka përpara se të arrite pyetja ime e fundit. Të paktën mua më duket interesante që, kudo në Dhjatën e Re, kryqi qëndron në zemër të besimit të krishterë. Në të vërtetë, përtej këtij fakti, kur mendoni në lidhje me kryqin, kjo flet për unitetin e të rësisë së vetë Biblës. Në disa mënyra, ju mund ta mendoni Biblën tuaj si një libër që i ka përgjigjet në fund. Shpesh ju merrni një libër dhe thoni: "E po, çfarë do të thotë kjo?" Pastaj shkoni në fund të tij dhe atje gjeni një shpjegim. Kjo është ide mjaft e mirë, por nuk është ide shumë e mirë, sepse ju krijon përshtypjen që në një mënyrë apo në një tjetër, Dhjata e Re është thjesht një çelës për t'i hapur gjërat dhe kjo nuk është plotësisht e vërtetë. Ose mund ta mendoni Biblën tuaj si një roman me detektiv. Nëse lexoni romane të tilla, e keni parasysh se në pjesën e parë të librit gjenden deklarata që bëhen, si edhe fjali të shkurtra dhe fragmente, të cilat e dini që ndoshta e kanë një kuptim, por ende nuk jeni plotësisht të sigurt për kuptimin e tyre, derisa vjen zgjidhja përfundimtare, ku gjithçka bëhet e qartë dhe të gjitha fijet e historisë lidhen bashkë. Mirë po, as kjo nuk është një mënyrë brillante se si ta mendoni Biblën, sepse kjo nuk e paraqet atë plotësisht. Nuk më kujtohet se kush ishte, por dikush, një teolog i mirë, në mënyrë klasike e përshkroi Biblën si një dramë me 2 akte, si një shfaqje që shkoni ta shihni, e cila ka aktin 1 dhe aktin 2. Akti 1 mund të shihet vetëm, për faktin që përmban informacion të kuptueshëm brenda kontekstit të atij akti. Akti 2 mund të qëndrojë vetëm në të njëjtën mënyrë, por në fakt, të dyja aktet kanë dëshpërimisht nevojë për njëri tjetrin. Kjo është arsyeja pse kur burri tha se do ta takonte gruan e tij në orën 7 dhe nuk u duk aty deri në orën 8:20 dhe në fund erdhi kur ishte bërë errësirë, u ul pranë saj dhe tani kishte filluar gjysma e dytë e shfaqjes, e bezdisi së tepërmi të shoqe, duke e pyetur vazhdimisht: "Për çfarë bëhet fjalë?" Ajo i tha: "Sikur të kishe qenë këtu për aktin e parë,
do ta kuptoje se çfarë po ndodh. Shumë të dashur, ju e shihni se kur e lexoni Biblën dhe lexoni për Pashkën, kur lexoni për sistemin e flijimeve, kur lexoni për shërbëtorin e përvuajtur, kur lexoni psalmet e Kalvarit dhe kur lexoni deri te Malakia, jeni duke parë përmes korridoreve të kohës dhe po thoni: ku po shkon kjo histori? Kush është ky profet, prift dhe mbret? Kush është ky shërbëtor i përvuajtur? Ku është ky qengji i Pashkës? Pastaj lexoni dhjetën e re dhe gjithçka shpaloset në kryqin e Krishtit. Kur i largojmë syt nga Krishti, ne e humbasim rrugën tonë nëpër Bibël. Kur i largojmë syt nga kryqi, ne e humbasim rrugën tonë nëpër Bibël. A ta mësoi ndonjëherë këtë gjë mësuesi yt i shkollës të së dielës? Nëse nuk ta mësoi, mund ta shkruash tani. Kjo është shumë e dobishme. Në dhjetën e vjetër, Krishti parashikohet. Tek ungjit, Krishti zbulohet. Te libri i veprave të apostujve, Krishti predikohet. Te letrat, Krishti shpjegohet. Dhe në librin e zbulesës, Krishti pritet të vijë. Kuptoni një gjë, nëse kryqi nuk ka vendin qendror, çdo strukturë teologjike në fund rrëzohet dhe bëhet pluhur. Të jetosh me kryqin në qendër. Pyetja ime e fundit është thjesht kjo. Nëse duhet të argumentojmë në lidhje me vendin qendror të kryqit në dritën e asaj që po ndodh për rreth nesh dhe brenda nesh, dhe nëse theksimi i Biblës është që ta themeloj qartë vendin e tij qendror, si duhet të jetojmë në dritën e pastjes së kryqit në qendër? Ndoshta disa prej jush po thonë: "E pastaj?" Në fakt, shpresoj që po e bëni këtë pyetje, sepse kjo është gjëja më e rëndësishme, të cilën duhet ta bëjmë gjithmonë mbi bazën e doktrinës që kemi qartësuar. Këtë bën edhe Pali në letrën e Romakëve. Ai na jep 8 kapituj teologji. Pastaj i kalon kapitujt 9, 10 dhe 11, duke trajtuar një çështje të ndërfutur, dhe pastaj fillon kapitullin 12 ku thotë: "Disa prej jush po mendojnë, e pastaj. Më lejoni t'ju tregoj." Ai bën të njëjtën gjë edhe te letra e Efesianëve. Jep treguesit doktrinar për 3 kapituj dhe pastaj e fillon kapitullin 4 duke thënë: "Dakord, tani le të kalojmë te urdhërimet morale." Prandaj, për të mos menduar se jemi këtu thjesht për të bërë një studim të shkurtër të Biblës, të cilin nuk e lëm që të ndërhyjë në jetën tonë, duke thënë: "Po, tani jemi shumë të qartë në lidhje me vendin qendror të kryqit." Nuk dëshiroj që ndonjë prej nesh t'ia hedh kaq lehtë. Prandaj, së fundi, le të kthehemi te Romakëve 12 dhe te vargjet e mirënjohura 1 dhe 2. Ju lutem pra, o vëllezër, nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis, t'i paraqitni trupat tuaj si fli të gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin, që është shërbesa juaj e mençur. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj. Çfarë është mëshira e Perëndis? Cili është kulmi i mëshirës së Perëndis? Ku është manifestuar mëshira e Perëndis? Oh, çdashuri që shpëtim planifikoi. Oh, çhir që poshtë të njerëzit e solli. Oh, çhendek të madh ai Perëndi mbuloi. Ku? Në Kalvar. Mëshirë e madhe dhe hir falas u shfaqen atje, dhe falje mbi falje atje mu tregua. E pastaj, kuptoni një gjë. Në dhjetën e vjetër kishit disa flijime. Mirë po mes tyre kishte 2 elemente parësore. Njëri ishte flijimi për faljen e mëkatit, i cili kishte natyrë pajtuese, ndërsa tjetri ishte flijimi që ofrohej si falënderim për pranimin e flijimit pajtues, dhe ai flijimi i dytë ishte një flijim dedikimi. Pali përdor të njëjtën skemë në këto vargje hyrëse të Romakëve 12. Ai thotë: "Prandaj, në dritën e mëshirës së Perëndis, përmes vdekjes së tij shlyese, ai ka siguruar pajtimin për mëkatet tona." Dhe kjo na sjell te kuptimi, i cili më vonë lidhet me dikë tjetër. Dua që ju, u thot ai, dhe ç'është më e rëndësishmja, Perëndia kërkon prej nesh që jetët tona të jenë flijime dedikimi. Me fjalë të tjera, informacioni sigurohet jo thjesht që të mund të jemi më të informuar, por që të mund të bëhemi rrënjësisht të ndryshëm. Vetëm atëherë kur doktrina jon bëhet e dukshme në veprat tona, vetëm kur besimi ynë e transformon sjelljen tonë, vetëm kur dimensioni i kësaj të vërtetë trazon zemrën, nxit mendjen, ndryshon jetën, ridrejton karrierën, transformon jetën morale të një beqari, ndryshon mënyrën se si dikush bën biznes, revolucionarizon një familje. Vetëm atëherë bota jashtë do të shohë dhe do të dëgjojë me vëmendje. Ja pra, ku janë 4 këshilla të vogla praktike. E para, kur jeta juaj mbërthehet nga mrekullia e kryqit të Jezu Krishtit, kjo e heq qafe çdo fije kryelartësie. Nuk ka asgjë më të keqe se sa një krishter kryelart. Është fakt që në ungjillorizëm ka shumë kryelartësi. Për këtë arsye, ne kemi nevojë që të pendohemi. Nuk do ta shpjegoj të gjithën.
Pse të mos merreni me ato që ju prek ju më tepër? Kryelartësia intelektuale. Do ta kishim të vështirë për ta ftuar profetin Amos në disa prej konferencave tona, apo jo? Amos, a mund të çohesh dhe të na shpjegosh pak sfondin tënd? Mua më quajnë Amos dhe ka ca kohë që jam kujdesur për pemët e fikut. Ke bërë ndonjë gjë tjetër? Jo në fakt. Kam punuar edhe pak si bari. Amos, nuk mendoj se na kupton. Po përpiqemi të përgatitim një flet palosje. Po përpiqemi të mbledhim një turm. Dakord, e kuptoni vetë den. Ekziston një nevojë e madhe për studime të shenjtëruara, prandaj mos më keq kuptoni. Jam mirënjohës që kemi burra të zgjuar të cilët shkruajnë libra që mund t'i lexoj dhe pastaj të përpiqem e t'i bëj të kuptueshëm për ju. Kryelartësia intelektuale, kryelartësia shoqërore, kryelartësia teologjike, kryelartësia raciale, kryelartësia financiare. Krishterimi ungjillor në Amerikë është tmerrsisht borgjes. Më lejo Zot që të mburrem unë, veç se në vdekjen e Krishtit, Perëndis tim. Të gjitha kotësitë që më joshin më fort, në tëndin gjak i sakrifikoj. Nuk kam asgjë që se kam marrë, prej hirit tënd këtë besoj. Nuk kam mburrje e ul krenarin, sepse jam veç një mëkatar i shpëtuar nga hiri. Kuptoni një gjë. Kur jeta juaj mbërthehet nga vendi qendror i kryqit, kësaj kryelartësie i jepet dërma. Së dyti, kur kryqi i Krishtit e mbërthen një jetë dhe e trazon një zemër, e vetmja gjë që mund të bëjmë është që ta dorëzojmë veten tonë. E vetmja gjë që mund të bëjmë është që të heqim dorë nga ambicjet tona të vogla. Si ti Stadi, luante kriket për ekipin e Anglisë. Babai i tij ishte një njeri shumë i pasur. Ai kishte të gjitha të mirat e shkollimit në Oxbridge. Kishte gjithë botën në duart e tij. Dhe ai dëgjoi dikë që po predikonte mbi kryqin, prandaj u kthye në shtëpi dhe shkroi në ditarin e tij. Nëse Jezu Krishti është Perëndi dhe vdiq për mua, atëherë asnjë sakrificë që mund të bëj unë ndonjëherë për të nuk mund të jetë tepër e madhe. Së treti, kur kryqi i Jezu Krishtit e pushton jetën time, ai ma zgjidh gjuhën. Sërish, Stoti thot: asgjë nuk ma mbyll gojën dhe nuk ma lidh gjuhën sa varfëria e përjetimit tim frymëror. Në fund të fundit, nuk them asgjë, sepse nuk kam asgjë për të thënë. Mirë po, kur kryqi i Krishtit e mbërthen një jetë, ashtu siç e mbërtheu jetën e Pjetrit dhe të Gjonit, ata e durojnë shehjen, e durojnë burgimin, e durojnë të folurën, e dëgjojnë mësimin, dhe ata dalin sërish nga dera dhe e shpallin Jezu Krishtin dhe atë të kryqëzuar. Kjo është ajo që do të thonë, dhe Luka e regjistron këtë te Veprat e Apostujve 4:20, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar. Unë dua të shkoj në një kafene dhe të gjej atje dikë të cili t'i tregoj për kryqin. Po ju, kur ishte hera e fundit që patët një bisedë të mirë dhe domethënëse me një jo besimtar në lidhje me vdekjen shlyese të Zotit Jezu Krisht? Atëherë le të themi, ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar. Kur kryqi e pushton një jetë, ai e zgjidh gjuhën. Dhe së fundi, kur unë përkulem përpara mrekullisë së kryqit të Krishtit, dhe kjo më ndodh shpesh në adhurim, gjatë këndimit të një himni, ndonjëherë kur përshëndes një mik, ndonjëherë kur shoh dikë që i shërben dikujt tjetër. Nuk e di se si. Kjo ndodh në mënyrat më të çuditshme. Mirë po shpesh, hija e kryqit bie mbi shtegun tim dhe e shoh veten time bashkë me Pjetrin në bark, të shtrirë me fytyrë përmbys e duke thënë: Zot, largohu prej meje, sepse jam një njeri mëkatar. Kështu e dëgjoj sërish nga fillimi himnin Çhir madhështor. Orkestra mbretërore e gajdeve në Skoci e luajti këtë himn. Sa po të marrësh gajdet dhe të luash një himn me to, në fakt e ke keq trajtuar atë. Prandaj, për ta përmbyllur, më lejoni që t'ju citoj disa fjalë nga i njëjti shkrimtar himnesh, por të cilat nuk i njihni. Këto fjalë janë disi të vjetra, por nëse nuk i merrni parasysh shekujt që kanë kaluar, mendoj se do t'i kuptoni. Newtoni shkroi kështu, duke përshkruar shtektimin e vet. Shumë kohë u kënaqa në ligësi, nuk njihja turp dhe frikë, gjersa një objekt të ri më kapën syt dhe fundi dhash si mes marrëzi. E pash të varurin në kryq, të gjakosur dhe në agoni. Aty ai më nguli syt, teksa qëndroja pranë kryqit të tij. Deri në të fundit frym, nuk do ta harroja të vështrim. Me vdekjen e tij u duk se më ndryshoi, edhe pse asnjë fjalë nuk tha ai. Ndërgjegjja ime fajin e ndjeu dhe e pranoi. Kështu më zhyti në dëshpërim. E pash, mëkatet e mia ja derdhën gjakun dhe Krishtin e gozhduan. Mjerisht nuk dija çfarë po bëja.
dhe më kot tani derdh lot. Ku do të fshihet vallë ky shpirti im, se vetë e vrava tim Zot. Vështrim të dytë hodhi ai. Më duk sikur më tha: lirisht ti fal gjithë ligësit, për shpengimin tënd u derdh ky gjak, po vdes që ti të jetosh. Vdekja e tij mëkatin tim tregon në gjithë ligësinë e vet, dhe faljen time e vulos. Ky është misteri i hirit të tij. Me breng të këndshme dhe gaz vajtues është mbushur shpirti im. Një jetë të përsosur ta shkatërroj, e prap nga ai që vrava unë jetoj. Këtu gjendet vendi qendror i kryqit. Le të ulim kokat për të lutur. Ndihmom që ta kuptoj, ndihmom që ta besoj, se çdo të thotë që ti, i shenjti im, e hoqe tej mëkatin tim. Amen.